Mirëmbrëma të nderuar shikues, mysafiri sonte në studion e hapur është Ermir Dobjani, avokati i popullit në Shqipëri. Zoti Dobjani, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Alsat. Mirëmbrëma dhe faleminderit për ftesën për të dalë para televizionit tuaj të nderuar, respektuar. Zoti Dobjani, cilë është roli dhe cilat janë kompetencat e avokatit të popullit në Shqipëri? Sa arritni të mbroni të drejtat dhe liritë e njeriut? Institucioni i avokatit të popullit në Shqipëri është themeluar në vitin 2000, bazon veprimtarinë e tij si institucion i parashikuar nga Kushtetuta Shqiptare e vitit 1999 dhe vepron sipas kompetencave të përcaktuara në 4 nënën të Kushtetutës Shqiptare dhe gjithashtu edhe në ligjin e posaçëm për avokatin e popullit në Shqipëri. Misioni i avokatit të popullit është që të mbrojë liritë dhe të drejtat themelore të njeriut, të mbrojë qytetarët shqiptar, por edhe të huaj që banojnë dhe jetojnë në Shqipëri, nga shkeljet që mund të bëjnë nga administrata publike shqiptare, që mund të jenë në veprime ose mos veprime, i që cënojnë të drejtat e tij. Institucioni jonë është institucion kushtetues, i cili është tipik siç janë institucionet e ombudsmanit që si quhen në Europë dhe në vendet ku është themeluar së pari, në Suedi, në Danimarkë dhe vendet e tjera, dhe kompetencat e tij janë të krahasueshme me kompetencën në këto organe të ndryshme. Ne kemi kompetenca mjaft të gjera në kuptimin e jurisdiksionit, sepse qytetarët tek ne mund të na drejtohen për çështje nga më të ndryshme. Mund të drejtohen për shkelje të bëra nga qeveria, shkelje të bëra nga ministrit, nga entet e tjera publike, mund të na bëhen ankesa dhe kërkesa për shkelje që bën organet e pushtetit vendor, komunat, bashkitë, edhe pa parashtuar dhe shkeljet që mund të bëhen nga prokuroria dhe nga organet e gjykatës në fushat ose në specifikimet caktuara në këto dy fushat e fundit. Po, sa arrini të jeni faktor relevant për zhvillimin e demokracisë në shtetin shqiptar? Unë mendoj, po jo vetëm unë, po është edhe mendimi i publikut shqiptar dhe i faktorit ndërkombëtar që institucioni i avokatit të popullit ka arritur që në këto afër 7 vite të ekzistencës së tij të bëhet një faktor relevant dhe mjaft i rëndësishëm për zhvillimin e demokracisë në Shqipëri, për ruajtjen dhe promovimin e lirive dhe drejtave themelore të njerëzit në Shqipëri. E them këtë sepse nga viti në vit tek ne drejtohen rreth 4000 ankesa të qytetarëve të ndryshëm, është arritur një numër konstant dhe i qëndrueshëm, i cili tregon për besimin e publikut tek avokati i popullit. Njëkohësisht, për shkak se afërsisht në këto 6-7 vite ne çdo vit kemi arritur që në ankesat që kanë qenë brenda kompetencave tona, të zgjidhim në favor të qytetarëve nga 15 deri 25% të ankesave që kanë qenë brenda kompetencave tona, tregon që publiku ka besim tek ne, ne kemi zgjidhur problemet që kanë ardhur tek ne, po njëkohësisht tregon që edhe administrata publike shqiptare, pra qeveria dhe gjithë institucionet e tjera, kanë besim tek puna e avokatit të popullit, e dëgjojnë dhe respektojnë fjalën dhe rekomandimet e tij, sepse si pasojë e veprimet të qeverisë pozitive zgjidhen këto ankesa, sepse dihet që avokati i popullit është një institucion i cili nuk merr vetë vendime për ankesat, kërkesat që i bëhen. Ai konstaton, bën hetime dhe ku konstaton që këto veprime ose mosveprime të organeve të shtetit janë të parregullshme, të paligjshme, ai rekomandon organit të administratës dhe organi i administratës kur gjen që është me vend ky rekomandim dhe në përgjithësi rekomandimet tona janë të mira dhe të pranueshme, e pranon ato dhe zgjidh problemet në favor të qytetarëve. Kështu që unë mendoj që ne kemi arritur në këto 6-7 vjet punë të jemi një faktor i rëndësishëm në Shqipëri dhe për si pasojë e kësaj pune që ka bërë, për mjaft çështje të rëndësishme që ndodhin në Shqipëri, shpeshherë mediat, institucionet e ndryshme, institucionet ndërkombëtare, i drejtohen avokatit të popullit ose mbajnë parasysh çështjet që ka zgjidhjet që ka dhënë avokati i popullit. Në këtë kontekst, zoti Dobjani, në çfarë relacioni janë raportet institucionit tuaj, avokati i popullit me qeverinë, institucionet tjera të sistemit politik shqiptar dhe administratën publike në përgjithësi? Ky relacion i avokatit të popullit me këto institucione që përmendet, qeverinë, parlamentet dhe institucionet tjera të administratës publike, tek ne ka qenë konstante dhe në gjithë vitet ka qenë një konstante e marrëdhënieve shumë normale institucionale, secili nga këto institucione dhe në radhë parë. Kjo është si thua veçantia e avokatit të popullit. Ne si institucion jemi përpjekur të bëjmë vetëm punën tonë, pra nuk jemi përzier në luftën politike
Dhe kjo do të ishte një katastrofë për institucionin e avokatit popullit nëse do futesh në mes të lojës politike të partive të ndryshme, pra ne kemi bërë vetëm punën tonë në mbrojtje të drejtave dhe lirive të qytetarëve, dhe këtë punë e kemi bërë të bazuar fort në atë të drejta dhe detyrime që ne na vej Kushtetuta shqiptare dhe ligji shqiptar. Kjo ka bërë që ne të kemi respektin edhe të qeverisë, edhe të parlamentit shqiptar, dhe të gjithë institucioneve të tjera, dhe të mos kemi mosmarrveshje për gjëra të rëndësishme në këtë problem. Natyrisht ka mosmarrveshje për ankesa për veprime të caktuara të organeve të administratës të nivelit të dytë dhe nivelit të tretë. Por jo se kemi mosmarrveshje ose keq kuptime me organet kryesore të shtetit shqiptar ose me sistemin politik shqiptar. Po a keni bashkëpunim me institucionet ndërkombëtare në Shqipëri? Unë mund të them që kjo staturë e institucionit avokatit të popullit ka ardhur edhe për shkak sepse ne kemi patur që në fillim një ndihmë dhe mbështetje të madhe ndërkombëtare nga ato institucione të cilët janë të pranishme në Shqipëri, siç është prezenca e OSBE-s, zyra e Këshillit të Europës, zyra e Komunitetit Evropian dhe organizatat të ndryshme, ambasada e Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe ambasadat të tjera, ambasada e Mbretërisë së Danimarkës, dhe sidomos në vitet e para të ekzistencës së institucionit, kjo mbështetje ka qenë shumë e pranishme dhe shumë në shumë problematik të punës tonë. Tani kuptohet me rritjen e institucionit, me fillimin e përvojës, kjo pranie dhe kjo prezencë është më e pakët, por gjithsesi ne kemi vazhdimisht mbështetje nga këto institucione, gjë që duket edhe në faktin se në mjaft çështje për kur bën analiza dhe raporte për Shqipërinë, në raportet dhe analizat e ndryshme përmendet edhe opinioni ose çështja ose puna e institucionit avokatit të popullit. Dhe ne këtë ne quajmë sukses të vërtarisë tonë. Zoti Dobjani, ju si avokati i popullit, në bazë të ankesave të qytetarëve, në cilat fusha keni vërejtur shkelje më të mëdha të drejtave të njerëzit? Ankesat e qytetarëve shqiptar, po edhe të huajve që janë në Shqipëri, janë nga më të ndryshmet dhe kuptohet që në këto vitet të ekzistencës tonë kanë ardhur me mira ankesa, mund të themi një numër të përgjithshëm rreth 20.000 ankesa. Po mas këto 20.000 ankesa kuptohet janë me mira qytetarë, sepse shpeshherë ka raste që edhe janë ankesë që bëhet nga 50, 100 ose 200 ose një peticion që ka qenë për shembull me 8.000 firma është regjistruar një ankesë në zyrën tonë. Pra kanë qëndruar me mira qytetarë, shqiptarë dhe individ. Pra në këto ankesa ne mund të themi që ka patë ankesa në fushën e nga të burgosurit, nga personat e arrestuar, të keq trajtuar, kur ndalohen nga organet e policisë. Ka pas ankesa të mëdha në fushën e çështjeve të sigurimit social dhe sigurimit shoqëror, ankesa në fushën e pronësisë, ankesa në fushën e ambientit, pra të ndërtimeve pa leje ose të mosdhënies lejes ndërtimit. Ankesa ka pasur edhe nga ushtarakët aktiv ose ata në rezervë, ka pas ankesa dhe ka ankesa në fushën e të drejtës për informim e të tjera. Zakonisht në vendet ballkanike shkeljet më të mëdha i bën policia. Është e njëjtë kjo edhe në Shqipëri? Mund të thuhet që besoj edhe nga konsultat që kanë bërë me kolegët rreth e qark Shqipërisë, kjo është e pranishme, por unë mund të them si një sukses të institucionit tonë se edhe në sajt punës tonë nga viti 2000 deri tani këto raste të keq trajtimit të qytetarëve nga organet e policisë kanë ardhur duke ulur. Kjo edhe për faktin se jo vetëm që është rritur ndërgjegjësimi, trajnimi i organeve të policisë, oficerëve dhe policëve nga vetë strukturat e policisë dhe shtetit shqiptar dhe organizmet e huaja, por edhe për shkak të presionit shumë pozitiv që ka bërë institucioni i avokatit të popullit me kontrollet, me inspektimet, me rastet që ai ka ndërmarrë për hetime dhe me vënien para përgjegjësisë të organeve të policisë. Unë mund përmend që këto 6 vjet janë mbi 150 policë oficer policie të ndëshkuar me masa të ndryshme, heqje nga detyra, dërgim për ndjekje penale, ulje në detyrë, transferime, për shkak se ata kanë bërë shkelje dhe avokati i popullit ka rekomanduar masën e detyrë. Unë mund të përmend dy raste në Korçë, në vitin 2003 dhe në vitin si vjet, ku si pasojë e punës avokatit të popullit ndodhen vrasje, po personat që njëra ishte vrasje dhe tjetra vetë vrasje, po personat policia në para përgjegjësisë. Po vetë qeveria Berisha ka thënë se Ministria e Brendshme ka dhënë rezultate në luftimin e krimit organizuar dhe korrupsionit. Janë evidente këto rezultate?
Unë me këtë nuk duhet ke kuptohet si deklarat politike, sepse por unë mbështes atë që lufta ndaj kriminalitetit, korrupsionit këtë vit në Shqipëri është forcuar shumë, ka dhënë rezultate pozitive edhe në sajtë të bashkëpunimit dhe të punës mirë që ka bërë policia shqiptare, qoftë me homologët e tjerë jashtë Shqipërisë, qoftë bashkëpunimin me organet e prokurorisë, prokurorinë e krimeve të rënda dhe të vetë, si të thuash, kërkesave në rritje që ka patur vetë stafi i udhëheqës i Ministrisë Brendshme për ta luftuar më në themel krimin radhë parë dhe brenda radhave të veta, po edhe kriminalitetin shqiptar brenda Shqipërisë ose jashtë Shqipërisë. Edhe këto masa pozitive unë i kam vënë duke dhe i përshëndes dhe ne e mbështesim policinë në këtë. Po ama kur ajo shkel të drejtat e njerëzit, ne nuk përtojmë që i qëndrojmë dhe ta kritikojmë atë. Zoti Topiani, në Shqipëri është aktualizuar debati rreth trafikimit të fëmijëve, cili ka qenë në reagimi avokatit të popullit? Jo, me modesti unë mund të përmend që ky problemi i trafikimit të fëmijëve është edhe si pasojë e punës dhe ndjekjes së çështjes nga institucioni i avokatit të popullit. Tash është të fakt që ne kishim menduar që Shqipëria vitet e fundit ka qenë vetëm burim tranziti, por faktikisht është dhe burim trafikimi për fëmijët. Ju mbase jeni në korrent që në vitin 2002 në Greqi plasi skandali Aga Varvarës, një qendër ku mbashin fëmijët shqiptar kryesisht të trafikuar ose fëmijët e rrugës, dhe që pas çështjes që ngritëm ne tek ombudsmani i Greqisë, ai hetoi çështjen dhe na dha përgjigje se rreth 500 ca fëmijë shqiptar që kanë hyrë në atë qendër nuk dihet se ku janë. Unë sensibilizuam mjaft opinionin publik brenda dhe jashtë Shqipërisë dhe kjo çoj që në këtë vit të lidhet edhe një marrëveshje, e para marrëveshje që u lidh ndërmjet qeverisë greke dhe qeverisë shqiptare për luftën kundër trafikut të fëmijëve. Pra, mund të them që avokati i popullit ka qenë nga ata iniciator, që në fillim të vërtetërisë tij që ka ndjekur dhe luftuar më së shumti çështjen e trafikimit të fëmijëve. Tani ne ndodhemi para faktit që fëmijët rom që ka transmetuar edhe kanali tepër serioz i Top Channel vazhdojnë të trafikohen në Shqipëri. Dhe kjo është për të ardhur keq, por këtë bën të mendosh që institucionet shqiptare, në veçanti organet e policisë, organizatave qeveritare, organet e pushtetit vendor, duhet ta përqendrojnë vëmendjen e tyre në këto komunitete ku janë më të mundshme këto dëkuri për trafikimin e fëmijëve, siç janë romët ose familjet tepër të varfra, të cilët për ekzistencën e tyre që të mbijetojnë janë detyruar të shesin fëmijët e tyre. Edhe në këtë mes edhe institucioni jonë kanë nxjerrë detyra. Ne para 3 javësh kemi hapur një zyrë për mbrojtjen e drejtave të fëmijëve në Shkodër dhe së shpejti sapo të na sigurohet lokali do të hapim këtë zyrë edhe në Korçë. Sepse zona e Korçës është një zonë që ka edhe më tepër ka patur dhe ka të dhëna për një trafik më të mundshëm të fëmijëve në Greqi. Hapja këtyre 2 zyrave do ta ndihmojë më tepër edhe zyrën tonë për të njohur situatën dhe për të ndikuar me punën e vet në parandalimin e këtij trafiku dhe për ta luftuar atë bashkë me gjithë aktorët e tjerë të shoqërisë shqiptare. Zoti Topiani, në krahasim me vitet e kaluara, sa është bërë përparim në mbrojtjen e të drejtave të njerëzit në Shqipëri? Unë mendoj që Shqipëria hyri në zhvillime demokratike pas vitit 90 me një nivel shumë të ulët ose me përmbajtje theksuar në fushën radh parë edhe të njohjes, po edhe të zbatimit të drejtave dhe lirive themelore të njerëzit. Dhe për këto 16 vjet ka bërë një progres shumë të madh. Jo se nuk ka punë për të bërë, unë mendoj se ka dhe akoma punë për të bërë, por që në raport edhe me kohën kur ka filluar punë institucioni në vitin 2000 dhe deri në vitin 2006, ne kemi bërë mjaft progres në mjaft fushën e mbrojtjes dhe të drejtave të lirive dhe drejtave të njerëzit në Shqipëri, dhe kjo është e pranishme, kjo vjet në duke në gjitha raportet ndërkombëtare. Natyrisht probleme për të drejtat dhe liritë themelore të njerëzit kanë në çdo vend. Kjo duket nga raportet e përvitshme që nxjerr OKB-ja dhe institucionet tjera ndërkombëtare të bashkuara. Por unë them që në mjaft fushën e jemi përpara, siç ka dhe fusha që kemi të meta në raport me zonën tonë, me shtetet tona rreth e qark. Cili është bashkëpunimi midis zyrës së avokatit të popullit në Shqipëri dhe atij në Maqedoni?
Bashkëpunimi jonë ka qenë i kahershëm, sepse që në vitin 2000 kemi vendos kontakte, fillimisht me zotin Branko Nomovski që ka qenë avokati i popullit të Maqedonisë, para 2 vjetësh në veçantë edhe me zotin Xhet Mehmeti, për shkak sepse zoti Mehmeti është shqiptar. Por kjo nuk është themelore, sepse cili do qoftë komisia ati që drejton institucionin, ne do të mbanim dhe do të vendosim këto marrëdhënie. Kemi bashkëpunuar në rastet e ankesave reciproke që kanë pas shtetet shqiptare, kemi çuar zyrës ombudsmani këtu dhe ankesat që zyra e avokatit popullit të Maqedonisë ka marrë për Shqipërinë, ai ka përcjell neve dhe ne ky është fusha kryesore që ne bashkëpunojmë në planin konkret, kurse në rastin e konferencave të ndryshme, siç ndodhem edhe tani sot në Shkup, ne e ftohemi, po kështu ekspertë ose specialistë të zyrës ombudsmanit të Maqedonisë kanë ardhur në Shqipëri për të marrë përvojë edhe njëkohësisht edhe për të përcjellë përvojën e tyre pranë zyrave tona. Kështu që ky bashkëpunim edhe në të ardhmen do të vazhdojë. Edhe mendoj se është shumë i nevojshëm për të shkëmbyer eksperjenca dhe për të përfituar nga njëri tjetri. Në ato fusha që ne kemi përvoja më të mira, ja transmetojmë dhe kështu në sjelljes. Një bashkëpunim i tillë ekziston edhe me institucionin e avokatit të popullit në Kosovë dhe vende të tjera të Ballkanit? Po, bashkëpunimi edhe me zyrën e Kosovës ka qenë i ngushtë në vitin 2000, edhe në vazhdim. Po tjetër gjë bëjmë edhe me ankesat që vinë nga Kosova ose që ne dërgojmë për në Kosovë. Mund të them që gjithë stafi i ekspertëve të zyrës avokatit popullit në Kosovë është trajnuar në vitin 2003 me shpenzimet e Shqipërisë. Në zyrat tona kanë ndajur. Kemi marrë pjesë në konferenca reciproke të bëra, por mendojmë që ka vend për të patur edhe bashkëpunim akoma më të ngushtë, tash edhe me rastin që avokati i popullit në Kosovë do të jetë një kosovar, do të kemi akoma më tepër mundësi për një bashkëpunim më të thellë. Zoti Dobjani, faleminderit që ishit mysafiri sonte. Faleminderit edhe ju. Ndërsa ju të nderuar shikues, ndoqët studion e hapur dhe bisedën me Ermir Dobjanin, avokati i popullit në Shqipëri. Faleminderit që ishit me ne, miru pafshim.